Në ambientet e vakefit të Xhamisë së Madhe Bubekër ka filluar kursi veror Buzqesh 2025, edicioni i 4 i organizuar nga sektori i arsimit pranë Myftënisë Shkodër. Në hapjen e këtij kursi veror ishte i pranishëm teologu Arben Halluni, drejtuesi i arsimit pranë Myftënisë Shkodër. Ai u bëri thirrje prindërve që të mos i lënë fëmijët në mëshirën e rrjetet sociale dhe të rrugëve, por t'i sjellin këto mjedise për të mbjellë tek ata vlera, dije dhe edukat. Myftënia e Shkodrës ka nisur startuar edicionin e 4 të kursit veror, kampit veror ndryshe, që organizojmë çdo vit dhe ky është edicioni 4 të radhazi, jo vetëm në xhaminë e madhe e Bubekër, por edhe në xhami dhe qenet e tjera të Shkodrës. Janë kurse intensive, 3 javore, 1 mujore, të moshave të ndryshme. Edhe ky kurs që ka një kombinim midis mësimit dhe artimit, ka për qëllim për të krijuar këtë atmosferë të gjerë edukative, por jo vetëm, edhe zhvillimin e disa lojrave zbavitëse, argëtuese për fëmijët tanë. Dhe me këtë rast unë i bëj thirrje prindërve që vera nuk është një periudhë pushimi, po është një mundësi edukimi. Dhe prandaj mos i lini fëmijët në mëshirën e rrjeteve sociale apo të rrugëve, por t'i sjellin në këto mjedise qetësuese, edukuese, ku mblidhen vlerat edukative, të dijes, por edhe të artimit. Urojmë dhe shpresojmë që në këto vëmëtari edukuese të kemi sukses dhe mbarësinë e Zotit, dhe pikërisht për këtë ne kemi quajtur këtë edicion Buzqesh, pra që ti buzqeshim fëmijët tanë përmes këtij artimi, dhe është një kënaqësi shumë e veçantë dhe bile edhe emocionuese, sepse edhe ne kemi qenë fëmijë dhe sa rëndësishme është që të sjellin për fëmijët tanë këto lloj aktivitetesh edukative të cilat do jenë të vlefshme jo vetëm për sot, por edhe për nesër. Janë mbi 70 fëmijë të regjistruar në këtë kurs të veçantë që do zgjas deri me 4 korrik.